Në vitin 1988 u zgjodh kryetare e Komitetit Krajinor të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës. Kështu Kaqusha Jashari u bë kryetarja vetme femër e një partie në vendet e ish-Jugosllavisë. Vetëm një vit më vonë në masa të dhunshme, regjimi Slobodan Miloševićit i suprimoi autonominë Kosovës. Kështu edhe gjuha e Miloševićit u ashpërsua. Da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo. Kësaj retorike të presidentit serb, jo të gjithë patën guxim t'i dalin kundër, por këtë bëri Kaqusha Jashari, madje në Beograd. Edhe Miloševići si Miloševići, si një diktator, domethënë shumë i vrazhd, kanë ngrit domethënë në mënyrën ma poshtnuese problemin e Kosovës dhe Kaqusha e ka reaguar dhe jo vetëm se ka reaguar, por ka reaguar shumë ashpër dhe thuhet dhe më ka treguar atë rast edhe vetë Kaqusha, domethënë se ja ka ngrit gishtin të sytë dhe me gisht i ka thënë se domethënë ti nuk mundesh me vepru kështu në Kosovë. Vepra aktivistës për të drejtat e njerëzit u kujtua edhe një herë të martën. Kjo me që familjarët njoftuan se ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës, Kaqusha Jashari, ka ndëruar jetë në moshën 79 vjeçare. Ata që njohën nga afër thonë se Kaqusha Jashari ishte ikon e politikës kosovare. Profil çfarë ka qenë Kaqusha Jashari, një profil i një zonje të fuqishme, me thënë një zonje të hekurt, domthonë ajo ja ka dalë me nder, me përfaqësue denjësisht Kosovën. Për vdekjen e themeluesës së Partisë Social-Demokrate të Kosovës ka shkruar edhe presidenca e Kosovës dhe krerët e partive politike në vend. Jeta dhe vepra e zonjës Jashari përfaqësojnë përkushtimin ndaj vendit si zoj fuqishëm në kohë të vështira politike, si themeluese dhe udhëheqëse e një partie politike, si deputete e zgjedhur nga populli, por edhe si krijuese në sferën e artit. Kaqusha Jashari u varros me zitjen e së martës në Prishtinë.